Në vazhdim të ajeteve të surës Al-Kahf rreth historisë së pronarit të dy kopshteve, thot Allahu madhëruar: "Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa azzu nafara." Që do të thot, ai kishte pasuri dhe në debat e sipër i thot shokut e tij besimtar: "Un kam më shumë pasuri se sa ti dhe ndjekës apo përkrahës më të fuqishëm." Thonë komentues të Kuranit, në këtë ajet vihen re tre gjëra. E para prej tyre, përdorimi i fjalës pasuri dhe pas përmendjes së kopshteve dhe të mbjellave që kishte ky burr, atëherë kjo fjalë duhet shkoj tek floriri dhe sermi, dhe siç duket ai përveç pasurive të kopshteve dhe të mbjellave kishte edhe pasuri të tjera. Kjo është e para. E dyta, ajo që vije të re gjithashtu është debati mes tij dhe shokut e tij besimtar, dhe siç thon komentues të Kuranit, është debat në lidhje me besimin e ditës së gjykimit, besim të cilin e mohojnë zakonisht mohuesit, dhe mohimi i saj është prej mohimit të Allahut madhëruar. Dhe e treta që vije të re nga ajeti është mburrja e mohuesit me përkrasit dhe ndjekësit, dhe siç thon komentues të Kuranit, kjo fjalë tashmë shkon për ato që e shoqërojnë njeriu në këtë botë, si fëmijët, shërbëtorët dhe çdo kush tjetër që sillet rreth të pasurve, të cilët nëpërmjet tyre synojnë të arrijnë ose të kenë pozitë në mesin e njerëzve. Dhe kështu nga trajtimi i ajetit përfitohen tre dobi. E para prej tyre, shtimi i pasurisë dhe i ndjekësve është prej synimeve të kryesore të mohuesve në këtë botë. Ata synojnë nëpërmjet tyre të arrijnë famë, pozitë, pushtet. Ky njeri i cili kishte lloje të ndryshme pasurish, pemë frutore, të mbjella, flori dhe serm, nuk gjen tek ai asgjë që e afron tek Allahu madhëruar, as falënderim, as përmbajtje ndaj ligjeve të tij dhe as mëshirim të krijesave. Përkundrazi, ai ka mohim, ka shkelje të kufive të Allahut dhe së fundi mburrje përpara krijesave të tij. Kjo është e para. E dyta, mohuesi dhe udhëtari e urren përmendjen e Allahut madhëruar dhe përmendjen e ditës së gjykimit, sepse përmendja e saj i kujton atij ditën e llogarisë, dhe kështu mohuesi e shmang këtë përkujtim dhe kalon përpara besimtarit duke u mburrur me pasurinë e tij dhe gjithashtu me ndjekësit e tij, siç thot Allahu madhëruar në Kur'an: "Wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah." Dhe thot Allahu madhëruar duke përmendur cilësitë e mohuesve në këtë botë, se kur përmendet Allahu një, atëherë ata shmangen ose mbrapsen zemrat e tyre që nuk besojnë në ditën e gjykimit. Dhe e treta, lakmia për pasuri dhe pozit është prej atyre gjërave që i hapin robit portat e shkatërrimit, siç ndodhi me këtë burr, i cili duke synuar pas tyre kaloi në lloje të ndryshme shkeljesh, siç thot Allahu madhëruar, ose më falni, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk janë dy ujq të uritur të lëshuar mbi një kope më shkatrimtar për të se sa kujdesi i madh i robit për pasuri dhe për pozit ndaj fesë së tij, pra, dhe që i shkatron atij gjën më të shtrenjtë dhe që është feja.